Po Islamic Relief Kosova me projektin e Kurban Bayramit e implementon që 25 vite, do pri pas luftës e ka implementu projektin e Kurbanit. Arsyeja e implementimit të projekti është ndihma e familjeve me fëmijë jetim të cilat organizata jonë ka në databazën e saj, e që janë mbi 1200 familje për të cilat kujdesemi për gjatë gjithë vitit, edhe me rastin e festës Kurban Bayramit e kemi si projekt, përmes të cilit i ndihmojmë këtyre familjeve. Donatorët paguajnë tek ne kurbanin, edhe ne implementojmë projektin, e bëjmë shpërndarjen e mishit të kurbanit. Vitin e kaluar ka qenë 180 euro kurbani, këtë vit është ngrit për 20 euro çmimi i kurbanit. Mirë po këtë vit kemi bërë përjashtim, kemi ofruar mundësi për njerëz që dëshirojnë me realizu si aktivitet fetar, si ibadet që është kurbani, edhe për jashtë vendit, shkaku që Islamic Relief është organizatë ndërkombëtare dhe ka rrjetin e saj edhe në vendet e varfra të Afrikës, edhe kemi pas kurban prej 90 euro që ka qenë në Niger dhe Mali, deri në 200 euro që ka qenë në Kosovë. Këtë mundësi e kanë pas donatorët tonë. Për ndryshe në Kosovë ka qenë 200 euro. Njerëzit e kryjnë si obligim tyre fetar që e kanë kurbanin, e paguajnë në organizatë, ndërsa organizata e ka pjesën tjetër të përgjegjësisë, me siguru kofsht, me bë thirrjen e tyre, shpërndarjen e tyre tek nevojtarë, tek familjet tona me fëmijë jetim, por njëkohësisht edhe donatorëve ua kemi mundësu që ata prej pagesës tyne që e bojnë kanë mundësi me marrë një pjesë të mishit kurbanit të tyre, që është dikon 6-7 kg mish, dhe e shijojnë edhe kurbanin e tyre, njëkohësisht edhe ndihmojnë këto familje në nevojë, të cilat thujse mish konsumojnë për gjatë gjithë vitit vetëm në festën e Kurban Bayramit. Në përgjithësi ka qenë një rritje në raport me vitin e kaluar i njerëzve të cilët e kanë besu thirrjen dhe shpërndarjen e mishit të kurbanit përmes organizatës sonë, na përveç se me kurban gjatë festës kemi edhe projekte tjera siç është dhurata e jetimit, ku për mbi 2000 fëmijë jetim i gëzojna para se me hyjë në festën e Bayramit, ju shkojnë dhuratat në për shtëpia, secilët fëmijë jetim që i kemi në databazën tonë, po ashtu qindra fëmijë ju amundsojmë përmes donatorëve tonë që me shku në qendra ku ka rroba për fëmijë edhe i zgjedhin rrobat e Bayramit, që është tradit tek ne me ble rroba të reja për Bayram fëmijët. Ata edhe pse janë sprovojnë pa prindin e tyre, jemi mundu me avletësu këtë pjesë që ne mi financu edhe ata me zgjedh rrobat ashtu çfarë ju pëlqejnë. Edhe sot ka filluar implementimi, sot dhe nesër shkojnë i zgjedhin rrobat, kështu që për Bayram do të jenë rroba të reja në numër i madh jetimave tonë. Po organizata është humanitare, funksionon për kujdes ndaj jetimëve edhe gjatë gjithë vitit evidentojmë dhe regjistrojmë raste sa herë kemi me jetim. Momentalisht i kemi mbi 1200 familje me jetim për të cilat kujdesemi gjatë gjithë vitit, jo vetëm tash për Kurban Bayram. Domethënë i kemi databazën, i kemi informacionet e tyre, i vizitojmë gjatë vitit të paktën një herë, bëjmë një raport, domethënë të gjendjes tyre ekonomike, shëndetësore, dhe në përgjithësi funksionon organizata mbi bazën e verifikimit të rasteve.